thonë se kur e ama meti me barë me te, pa në ëndër se lindi një dragu aq të madh, sa që mlote gati krejt e pirin. Kryet e shtrite nërmjet kufive të turgjve, të cilët i përlate me fytin e tij të përgjakun, ndërsa Pishtin e matë në det nërmjet kufive të kështenë, sidomos në shtetin e Venedikut. Gjoni, me t'ju tregu ëndra, e qetësoj me gëzim të madh të shoqen. Profetizoj me lehtësi se prej saj do t'linde një burr i përmendur në luftën vepra, i cili do t'ishte armiku më i rrept i turgjve dhe njëkohësisht kapiteni i tyre më fatbardh, mbrojtës i fesë së kështenë. Një 1439. Më në fund, në Firenze shpallet bashkimi i katolikëve me ortodoksit për me luftuar pa fetë. Vetëm të bashkuar të kështenët mundishin me i nalë hordhit e papërmbajtshme të sultanëve. Mirë po, shumë shpejt, secila prej fuqive u mundu me e shtri vedin ndër vendet që kishte lanë bosh Murati i dytë mas pushtimit të Serbisë në 1440. Prej këtyne luftnave, përfituese doli Serenissima, Republika Marinare e Venedikut. Në bregun përballë Arbënisë, spanjolli Alfonsi V i Aragons në 1442, mas një lufte kundra anxhuinëve francez, paty triumfues në Napoli. Papa i lumnushëm Eugjeni IV, ditën e vitit të ri 1443, pat shpall kryezatën e shenjtë kundra të papesëve. Zemra e saj ishte Janosh Hunyadi, një kalorës i madh që luftonte për Hungarinë. Në nëntor 1443, Hunyadi e patmujt ushtrinë e Kasembashës, njëshi i turgjve në Ballkan. Afrimi i dimnit dhe largësitë e mëdha që duheshin kalu, ban që kryqëtarët të mos e arrishin fitoren e plotë. Turqit u majtën në kam, por se lajmi midis fatat e tyne bani që votra të kryengritjes të nizeshin edhe në Armeni. Kahmezi i 1443-shit, Arjanit Komneni pat komandu një kryengritje të fortë kundra turgjve në Vlon, Kanin e Gjirokastër. Shumë shpejt, ati u bashkuan edhe Topijajt dhe Muzakaj. Kalorësi i përmendur Gjergj Kastrioti ishte rrit në obor të sultanit.
Turqit morën Aratin. Skënderbeu iku bashkë me të tjerët. Kastrioti u nis me shpejtësinë më të madhe dhe mriti në të 7 ditë në Dibër të sipërme. Ky është një vend në kufit e tribalme, 70.000 hapa larg krujës, i përmendur fort për burrat trima që nxjerr. Atë vend e njifte dhe e do të shumë Skënderbeu për besnikëri e trimnit shumta që kishin diftuar banorët për hir të mbretënimit të Tet, Gjonit. Dibrand ju derdhën të tanë rreth e rrotull e kush ma parë, tanë shan e verë, duke kthy për gëzimit me lot që i rrithshin për fytyrë nga gazi i madh. Një palë i puthshin durt, një palë faqet e kryet, të tjerët këmbë, e manej të tanë trupin duke e myt në përqafime pafund. Manej, Skënderbeu mbriti në Kruj, ku sa me dhelpni e sa me forcë morin dorë qytetin. Me të dalë dielli dha urdhën të shpallej me anë të tellallit që ata që do ta pranojshin botnisht fen e kështen të hidhshin armët e të shkojshin para tij. Ai nuk do të lejonte që kundër tyne të përdorej dhunë, madje përveç se u falte jetën, do t'i bate pa kursim edhe nere tjera. Mandej u kujdes me caktu kufit e zotnimeve të tij dhe u lidh me të parët e tjerë të vendit. Të gjithë kishin në gojë lirinë, nga do o shtite emni i saj i amël. Ai vendosi lidhje krushqie me të gjithë ata, sundime e pushtet, zotërinj të arbërisë e bën kapiten të përgjithshëm të tyre. I pari prej tanëve mritin lesh Aranit Golem Topia, tu vrapu bashkë me një sui të shnume kalorsish e këmsorsh, burr me emën e hijet rand. Ndokush shkoi vet aty, tjetri çoi përfaqësues. E kështu Skënderbeu i përmendur u bë prijes në arbëri, e çdo kush ndihmoi me trupa e pare sipas mundësisë së vet. Edhe disa djemë të zotnive të përmendur luftuan në të, për me mësu mjeshtrinë e luftës e për me mbrojt zotërimet e tyre. Me që ky zotni ishte i rrahur me luftrat e guximtar, ai u zgjodhi parë e të tërë ju bindën atij. Zotnit i drejtohen atij si bijëri ynë i mirë e vëllai jon, sa i takon moshës, por baba ynë i nderuam, sa i takon virtytit dhe trimnis. Ata i thanë, po të shpallim këtu, kapitenin ton përgjithshëm, me qëllim që të mbrosh lirin ton shtrejt, dhe besojmë të i malli Zot, se asnjë fuqi nuk do t'jetë zonja me i qëndru lidhjes son shejt. Mbledhja jon mund të nxiste inatin e egër të padishaut kundër vetë Venedikut, kështu që qysh në 1444, Venediku i naloi njerëzit e tij që t'i jepnin me qera zotnive arbër mbledhjen e taksës doganore. Skënderbeu u përgjigj. Kalorësit e tij nisën me plaçshkit njerëz, pasuri e bakti rreth lezhës.
Kjo nuk e pengoi as pak Skënderbeun që të kërkonte dhe të arrinte bashkë me Stanishën, vllain e tij, qytetarin venedikase. Kjo donte të thoshte edhe strehim në Venedik për ta dhe familjet e tyre në rast rreziku. Pak nga pak, ai nati I nisën Lezhë erdh tu acaru. Kulmi mriti me danjën, kështjellën e njoftun në anë të drinit. Kjo ishte një pikë e fortë e rëndësishme si për dogana e si për luftë. Prej bedenave të saj, shifej krejt fusha e Shkodrës. Në fund të vitit 1447, Skënderbeu e rrethoi. Kishte nis lufta me Venedikun. Dy vende që duhej të ishin aleat në emër të Krishtit, tash po vriteshin njëri me tjetrin. Një betejë shumë e përgjakshme u zhvillu në luginën e Drinit. Skënderbeu fitoi. Venediku në alarm qoi të dërguemin Andrea Venier me udhëzime të qarta të gjete dike që ta vriste Skënderbeun. Guzimtari do të kishte një pension të përjetshëm për 100 dukatësh në vit. Nëse kjo nuk shkote, atëherë ai duhet të miklonte Skënderbeun me pare në këmbim të paqes. I gjetur mes dy zjarresh, kastrioti do detyrote me u tërhek. Në vjeshtën e 1448, Sultan Murati II, pas disa muajsh rrethimi, pushtoi qytetin e shenjtë Zvetigrad. I goditun nga kjo humbje e rëndë, Skënderbeu firmosi në Lezhë paqen me Venedikun. Prej paqes, më e fitume doli Republika. Gjendja mes dy palëve u kthy si më parë. Skënderbeu e dite krejt mirë, turqit do ktheheshin shpejt. Kësaj herë për me marrë zemrën e trojeve të tija, Krujën. Ai u nite vetëm. Dy dërgata që kishte nisë në Venedik me kërkesë për nim ranë në vesh të shurdhët. Republika paska pas kohë që kishte bë paqe me sultanin. Frika prej turqëve bani që 10 fisnik arbën kaloshin me padishahun. Skënderbeu u tërhoq normale me një grusht besnik të afërt. Kruja mbrohej nga 1500 vetë. Prej tyne 400 ishin italian. Të nxitun prej inteligjencave Paps Nikolaj V, shumë kalorës, sidomos francez, mritën në Krujë. Në këtë luftë të gjatë, arbrit u rënuan thuajse krejt. Vendi u doq, mira vetë u vranë, por sultani dhe I biri I tij Mehmeti ishin detyruar të tërhiqen para dimnit të 1451-shit. Megjithse ishte majt I fortë, megjithse fitimtar me shpirt ndërdhëmb, Skënderbeu e ndjeu veten të vetmuar dhe të dëshpëruar. Aq sa vetëm pak kohë pas tërheqjes së Muratit, ju drejtua edhe një herë Venedikut, armikut të tij të para pak vjetësh. Ai u lut me këmbgulje që sinjoria ta merrte përsipër vetë Krujën. Ai vetë tani nuk mund ta mbante. Venediku nuk pranoi. Le të kujdeset ai për mbrojtjen dhe ruajtjen e sundimit të tij, të cilin ne e quajmë si tonin, si të ishte ai në shërbimet tona. Kundër gjithë asaj fuqie osmane, e mbrojta dhe e majta Krujën derisa turqit u largun me dëme dhe me turp. Dhe me pak njerëz, shtiva në dorë rishtazi, atë që armiqtë shumtë kishin fitu për një kohë gjatë.
Një lloj qetësie po mretnonte mjarpnin fitimtare, po të sakatueme. Në mars të 1451, dy besnik të tij u nisën për Napoli. Ata ishin i peshkvi Stefan i Krujes Martire dhe frati Domenikan Nikol Bergucci. Të dy nuk e dishin hala se Murati i dytë kishte vdek disa kohë më parë në një gosti stërmushun me vend. Ata dolen para Alfonsit V Napolit me kërkesë urgjente për ndihmë. Alfonsi tha po me i herë. Marrëveshja u nënshkruen nga ETA. Alfonsi V premtoi dërgimin e një trupe në Krujë, të cilën Skënderbeu duhej ta dorëzonte me një herë. Skënderbeu premtonte se pas shporrjes së turqëve do të bante me i herë betimin e vasalitetit para mretit Napolit. Haraqin që ja pagonte deri tash turqëve duhet ja jepte Alfonsi. Skënderbeu dhe njerëzit e vet tash e mrapa duhet bleshin kryp vetëm në kryporet e Napolit. Ishte 26 marsi i 1451. Ndihmat e para prej Napolit mbërritën qysht maj të 1451. Fisniku prej Barcelonët, Bernardo Vaquer, 2 kapiten të tij, 100 ushtar, ushqime me bullek, u futën solemnisht në Krujë. Vaqueri mori në dorëzim komandën e qytetit dhe të kështjellave përreth. Qysh këndeje mrapa, ata do quheshin tokat Alfonsit Napolit. Prania katalanasve në Arbëni u pa nga Venediku si rrezik i madh. Me herë, ajo kundërshtoi t'i paguante Skënderbeut pagesën prej 1400 dukatësh në vit, një nen që ishte vendos qysh në paqen e Lerës të 1448. Kastrioti e kërcënoi me luftë. Vetëm as kësaj, Venediku nisi me pagu. Me 29 maj 1453, bota e shtenë u përqeth. Mehmeti II pushtoi Konstantinopolin. Tash padishahu synonte Armënin. Prej kënej, Italia ishte krejt afër. Në Venedik, Napoli e kudo u alarmun, por megjithatë meten t'u prit. Veç në 1455, kur në kryet Vatikanit erdhi një pap spanjol që u quajt Kalixti III, dhe mas një humjet Mehmetit II në Serbi, veç atëherë Alfonsi V dërgoi në Arbëni 1200 kamsor, 500 kalorës dhe armë, mes tyne kishte edhe bombarda. Me kratë e tyne e Arbënit janë të aftë me luftu burrat, por jo me muret e kështjellave. Alfonsi e shifte zbarkimin në Arbëni si fillimin e një aksionit madh që do ta çonte atë në përballjen e madhe me Mehmetin e II. Kalaja e parë e madhe në këtë rrugë, sot nume prej turqëve, ishte Berati. Në korrik të 1455, 5.000 arbën dhe 500 katalonas i hynë përpjekjes së madhe të shlirimit të Beratit. Me ta ishte edhe vetë Skënderbeu me 1.000 kamsor. Mirë po, një flot veneciane patrullonte pa pushu në Adriatik dhe në ndukjen se po luftonte piratët, ja pengonte napolitanëve furnizimet për ndrëthimin e Beratit. Venedikësit janë njerëz me karakter të keq dhe tinzar, që shohin vetëm fitimin e tyre. Skënderbeu u luhat dhe për pak kohë me sinateve veneto-napolitane, heshtjes së shteteve të tjera, pamujtësisë paps, tradhtisë së njerëzve të afërt, tu përfshi edhe nipa, Hamza Kastrioti dhe Gjergj Stres Balsha. Në ngusht të 1457, në vendin e quajtur Uji i Bardhë, Alboleni, Skënderbeu arriti një fitore të madhe kundër turqëve.
Ai zuri rob zotin Hamza dhe zotin Gojka Balsha edhe i dërgoi ata tek mbreti në Napoli, që ky t'i mbante rob. E pastaj u mori sundimet që ndodheshin midis Krujës dhe Lezhës. Dua të them, tokën e Misinës. Në 1458, Skënderbeu nisi me eni prap vetmin. Në këtë vit, dhanë shpirt 2 spanjoll të shqumë, miq të afërt. Këta ishin Papa Kalixti III dhe mbreti Alfonsi V. Spanjoll e franqez nisën prap me u grind me zvedi. Këtë herë ishte në rrezik Froni i Ferrantes, djalit të Alfonsit. Në këtë gjendje, Napoli nuk mujte me kenë një aleat i fortë i Skënderbeut. Në 1459, Kastrioti pendosi me u hedh në Itali për me mbrojt Fronin e Ferrandes, me kusht që ky ta përsëriste nihmen e tjatit. Vetë Kastrioti, qysh në tetor të 1460-s, i shkruante Orsinit, princ i Tarantos, armik i Ferrantes së Napolit. Nëse nuk e njejnë kronikat tona, ne veten e quajmë period, dhe duhet ta mësoni këtu se në kohë ndryshme, paraardhë si tanë kanë mbërrit në vendin tuaj që tani ju e keni në sundim, dhe kanë luftu me romak betejat mëdha e ne mendojmë se aty kanë mbledh më shumë lavdi se sa turp. Në pranverë të 1461-shit, Skënderbeu kryente në të njëjtën kohë bisedime pranpushim me padishahun, me Raguzën për me mujt me u stregu dhe përpare me papën. Në fillim të shtatorit 1461, Kastrioti mbriti në Barleta me 500 kalorës dhe 100 harktarë. Italianët patën rastin me pa herojnë e vërtet prej mishi e Kocke, një burr në mes të 50-tave, i rreshkun nga jeta e ashpër e luftës, nga munimet dhe tradhtitë e shpeshta. Kishte lënë mrapa një vend të shkrumosur, e këtu u gjet në mes të ngjyrave e të bollekut. Skënderbeu bani betimin para Ferrantes së Napolit. Zoti e rujt mallnin tuaj nga liga, nga damet dhe rreziqet. Do jem gjithnjë një mik i vërtetit, por jo i fatit. Suksesi i tij i parë ishte pushtimi i një kështjelle në Monte San Angelo. Kjo ju dorëzoi Ferrantes. Kretë tetorin, ushtarët e Skënderbeut luftuan krah Ferrantes tu i zgjeru tokat e Aragonasit. Kudo në Itali, ndollit e tij ban përshtypje të mëdha. Tha se po mbërllinte e se dëshironte të zbriste nga kali dhe të bënte një dy çape në këmbë për të ngrohur. E kështu bën. Pas një bisede të gjatë, ai i tha Foxës: Nuk po sidhesh as pak mirë duke i rënë qafë Barletës, duke dëmtu kësaj mretin. Në vend që dëmtosh armiq, po dëmton miq. Do t'i thush kontit Giacomo ose takove këtu Skënderbeun, i cili ka ardhur me pa këtë kamp. Ti thush që nesër do vi këtu për të fushu bashkë me zotnin e tij, dhe ka për t'u ofruar qafër sa ki për ta pa kush ka kryt më të fortë. Dhe i thuj se unë do bëj shmos ta dëboj primalit kunollet. Foxa ju përgjigj se mbreti i detyrohej disa mijë dukate dhe derisa mbreti nuk paguan, ai do t'jetoj e veproj si ka dëshirë, por në rast se nuk do të paguaj asnjëherë, ai ka për t'i gjetur këto para në mënyra të tjera. Këtu Skënderbeu tha: Atëherë, me që nuk e ndiqni vullnetin e mretit. E me të thënë këto fjalë, e mbërtheu për krahërori, dhe po kështu të gjitha ata që ishin bashkë me të, u zunë rob dhe u prun në Andria.
Mas fitores kryqëzatës, Gjergji do t'u shpallte mreti e Pirit e Maqedonisë. Në atë kohë një njeri plot me në shkollë, një ushtar zemërmalli i Kastriotit, ishte kushrini jem, pale ëngjëlli prej drishtit. Në atë kohë i peshkë i Durrësit, po jo vetëm kaq. Në nëntor të 1462-shit, pat mbledh mat tanë krete kishes arbënore, e aty kishin vendos që pagzimet e lutjet e shejta të thojshin edhe në gjuhën e vendit. E pra, kjo pun kur s'ishte pa ma parë. Ky pali ishte syni, veshje menja tanë zot ma tanë detit. A i shkote vite pa pushun Vatikan të Papa. Kryqëtar prej krejt Europës u nisën për Arbëni, Hungaria, Filipi i Bukur i Francës, Milano dhe qytetet e tjera u bën gati për luftë. Dhuratat shtrejta u nisën drejt Skënderbeut. Bashkë në këtë kohë, sforca i Milanos i fali Skënderbeut për krenaren me brinat e dhisë, simbolet e Pirros së Epirit. Palëngjëlli i palodhuni e pruni atë në kruj. Vetë Venediku, sinjoria që lutet në të dy kratë, më në fund vendosi me kalu përfundimisht në anën e kryqëzatës. Në shtator të 1463-shit, Venediku, papati, Filipi i Bukur i Burgonjës dhe Hungaria lidhen një marrëveshje për kryqëzatët. Mirë po, në fillim, Skënderbeu s'pranoi me nënshkru. Kishte mrit koha me kërku ma shumë garanci në anima, e kështu bani. A i nisin Venedik Gjergj Pelinin dhe Andreas Maqin. Këta u priten me temena e premtimet shumta, mes cilave pare, armë, nozullime, shumë ushtare kalors. Generali të huajve që do të luftojshin në Arbëni do t'ishte Gjoni Kastrioti, vetë djali 7 vjeçari Skënderbeut, i cili bai kështu edhe antari i Këshillit Madh të dozheve në Venedik. Në dhjetor të 1463-shit, a i lunroi edhe një herë për nëzotnimet e Ferrantes të Napolit. Donte me siguru për familjen pronësinë e feudeve në Gargano. Ferrante ja njofi me i herë pronësinë, por si premtoi se do merrte pjesë në kryqëzatë, madje si pagoi as pagesën që ja kishte lënë amanet i jati, Alfonsi V. Anijet e Filipit Bukur u pengun prej shtëngatave të mëdha në gjinin e Biskajs. Shtetet e vogla italiane, mes tyne Milano, e kishin mendjen ma shumë të kujshit shërgji se sa të ekspedita ma ta ndetit. Pas shumë luhatjesh, vetë papa u patnis për në Arbëni me idenë se të shponis kryqëzata. Në korrik të 1464-shit, a i mriti në Ankon me menjen top se po kalon të Adriatikun. Kulmin e Zetit, qyteti ishte i dzënë nga Murtaja, që i thonë vdekja zezë. Shumë shpejt, Piu II u smor rand, a i dha shpirt ngusht. Një ditë mas i dhe galera venedikase kishin ardhur mi u bashkua andres ti me qunë kruj. Bashkë me papen fatkeq, mori fund edhe andra kryqëtarve. Te ta nuk thyn shtëpi. Skënderbeu meti dhe një herë vetëm. Këtë rallë armiku ishte maj të mërshmi Tanakove, Mehmet Fatihu, pushtuesi i Konstantinopoljes. Tet kapitenat më të famshëm të Skënderbeut, Mojsi Golemi, Muzaka i Angelinës, Vladan Gjurica, Gjin Muzaka, Gjon Përlati, Nikola Eriko, Gjergj Kuka dhe Gjin Maneshi kishin dhënë shpirt masi ishin torturu egërsisht për 2 javë. Kur e mësun Arbënit fundin e dhimbshëm kapitenave mbajtën zi. Burrat i lanë mjekrat me jurrit, gratë
ban kang mortit për virtutet e tyne si dëshmor. Komonat e vdekjes ranë për ditë të tana. Të gjithë u betuan se do të hakmerreshin në mënyrën më të tmerrshme. Në po atë kohë, ushtarët e dërguar prej Venedikut ja mbathën në shumicë. Marrëdhëniet me Serenisiman u acaruan prapë. Skënderbeu u mundu me e shtu rrethin e miqve. Në dhjetor 1464, bani bisedime me Helena Brankovicin për martesën e djalit të tij 9-vjeçar, Gjonit, me Jerinën, të bijen e Helenës, që ishte vetëm 8 vjeçë. Ja mbriti që mjeshtra prej Raguzet të marroshin punimet nga Lana e Rodonit. Ishte e vetmja pikë prej ku mund të ikshin krejt sigurt ai dhe familja. Një dërgum i Matias Hunjadit, atë Aleksandri, mritin kruj, por të tana këto ishin pak. Vetmia vazhdonte me e torturu, nërsa Mehmeti i dytë dhe 2 renegatët Arben Balaban Pasha dhe Jakub Bey Muzaka po e shtrëngojshin edhe ma fort morsën. Në pranverën e 1466, Hordhit Osmane me nënkry vetë Mehmetin e dytë sulmun Armenin. Hapi i parë i Skënderbeut ishte me qunë mbretëninë e Napolit djalin Gjonin, të shoqën Donik dhe motrën Mamic. Në Kruj u vendos një garnizon për 1500 armish, 1500 venedikasish dhe 200 napoletanësh. Komandën e të hujve, Kastrioti ja besoi Baltazare Perduqit, njanit prej të paktëve venedikas që u zete besë. Në krye të mbrojtjes ishte kreshniku Tanush Topia, vetë shkonte ndër zonat sigurta. Ndryshe prej herëve tjera, kur kërkonte një fitore të shpejtë, Mehmeti i dytë e mori me nge. Synimi i tij i parë ishte shkretimi i vendit dhe masakrimi i popullsisë. Në anë të shkumbinit, mbi një kala të vjetër bizantine, Mehmeti vendosi të ndërtoi një kështjell të vetëm. Kështu u ndërtua Elbasani, prej ku osmanët sulmonin shënjestrat e tyre. Në korrik 1466, Palëngjëlli bërriti përsëri në Venedik, ku kërkoi zbatimin e marrëveshjes së 1463-shit. Përgjigjja ishte negative dhe Skënderbeu e vazhdoi ta shkrejti vetëm betejën homerike që kishte nisë. Kruja metej e pushtuar, edhe vendi ishte krejt i rrënuar. Në Rom, Papa quajti si mik personal dhe i ofroi për banesë pallatin e Shën Markut, por Skënderbeu spranoi dhe shkoi u stërhun shtëpinë e një bashkëpatrioti. Turma e madhe u grumbullua në shtëpinë ku e strakuan për të parë vetë me sytë e tyre luftëtarin, tek i cili shumë të krishterë i kishin mbështetur shpresat e tyre. Pamja e tij madhështore dhe hieshia e madhe e personit të tij entuziazmuan si Vegjilin, ashtu edhe Parin, priftërinj të thjesht dhe kardinal, e pritën me nderime të cilat Roma kishte kohë që nuk i kishte parë pritje të tilla. Deri në vitin e ri, 1467, prej Vatikanit Skënderbeu përfitoi 300 dukat si dieta për qëndrimin, si dhe një shpatë e një ksult shtrejt. Fillim të janarit, kardinalat nisën një mbledhje gjatë prej 5 javësh, për me vendos për nima që i duheshin dhënë atletit Krishtit.
I nxitun prej Venedikut, I cili tashma kryen e quhet një qytet tanësisht humbur dhe nga inatet me Ferranten e Napolit, aleati Skënderbeut, mas shumë diskutimesh, nima e mbledhjeve të gjata në Vatikan rezultoi e kot. Vetë Skënderbeu, mezi shleu shpenzimet e qëndrimit, I ndihmuar prej kardinalit Shnasistos, I cili I dhuroi bujarisht 200 dukat. Një ditë mas mbledhjes, ndërsa Skënderbeu u bati gati mu kthy në Arbëni, vetë Papa Pali, me sa duket I munum prej vramjes nërgjegjes, I dha me dorë tijën Skënderbeu 2300 dukat, vetëm kaq për me mujt fuqin më të madhe të botës. Kastrioti kishte metë edhe një herë pengi lamshit italian. Në prill të 1467, Ballabën Pasha sulmoi edhe një herë Krujin. Veni po jetonte rrethimin e tretë. Mbrojtësit edhe një herë u majtën heroikisht. Ballabani vra nga një harktar I thjesht, Gjergj Lleshi. Ushtrit armënore I rrethuan turqit që po ikshin Turr e vrap. 10.000 turq mbeten të rrethum në fushë të Krujs. Ata u lutën me I lanë të lirë me shku. Ishin gati me ia dorëzu tetana armëve. Armët, çadrat, ushqimet, mallnat, tetana, veç me hik. Skënderbeu u luhat paksa, ndoshta ishte gati me I lanë me shku. Mirë po pati kundërshtime. Maj pari prej tanëve, Lek Dugagjini ishte maj venosën me I vratë e tanë. Mbëta, thirrja I fort, dhe mas kësaj krejt turqit e metun u shkun në shpat. Çudia ishte përsërit. Gjergji, kalor si vetmitar, kishte triumfu. Neoborret e Europës nuk po I besoshin ma veshve për I gëzimit, kurse Mehmet Fatihu po bate edhe një herë gati për luftë. Në vjesht të 1467, Skënderbeu nisi dhe një herë në Venedik besnikun Pal Angeli dhe të birin Gjonin me shpresën e vokt se mas fitores së bujshme, sinjoria do t'u diftonte ma bujare. Kastrioti mblodhi prap besnik që I kishin met. Kishte edhe një dëshirë të zjarrt, të merrte Kalan e Elbasanit që mahej hala prej turqve. Mirë po, në janarin e 1468, ajo mërthyje në shtrat prej ethësh të fortat malarjes. Tuja pas gjithnjë e ma shumë frikën në vedit, me që smunja po kejsohi dita me dit, e tu I menu se I kishte ardhur dita e funit e jetës, dha urdhën me u mbledh gjithë shokët e princat që kishin ardhur te ai, të delegumt e Venedikut me të cilët ishte lidh me një misi të fortë, si dhe kapitenat e kampit të tij. Për 3 ditë, në 17 janar 1468, dha shpirt. Një gjamë e madhe e përfshiu krejt Arbënin. Sa po mori vesh vdekjen e Skënderbeut, Lek Dugagjini doli me vrap në pjacë të qytetit me fytyrë të pikëllume e me zat myton dhe tu shkul mjekrën e flokët, tha: Ejani me vrap këtu, o princa sonimtar Arbën. Sot u shkyn dyrët e Epirit e të Maqedonisë. Sot urzun ledhet dhe kështjellat tona. Sot
hupi krejt forca dhe fuqia jonë. Sot, bashk me këtë burr, u shu dhe çdo shpresë jonë.